Pretendimet e protestuesve se qeveria nuk i kushton vëmendje mjedisit për kryeministrin Edi Rama nuk qëndrojnë. Në një video mesazh në rrjetet sociale, kreu i qeverisë i u referua raportit të vitit 2026 të Environmental Performance Index, ku vendi ynë renditet i pari në Ballkanin Perëndimor. Realiteti flet. Environmental Performance Index 2026, indeksi më prestigjos global për performancën mjedisore, sapo e ka renditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46 nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit. Ndërsa, për zbutjen e ndryshimeve klimatike, Shqipëria renditet e 21-ta në botë. Teksa pranoi se ka ende nevojë për përmirësime, Rama tha se pavarësisht të egzagerimeve dhe akuzave politike që sipas tij kanë shoqëruar, tubimet tregojnë se shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Madje kemi arritur deri aty sa të zhvillojmë protesta të mëdha për mjedisin. Dhe kjo pavarësisht çdo egzagerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kryeministri shtoi se reflektimi nga ana e qeverisë pas protestave të javëve të fundit është i domosdoshëm dhe se do të bëhet publik së shpejti.